se çfarë do të ndodhë me ata të dy, na mbetet vetëm të presim. Po flasim për Egli Takon dhe këngëtarin Gjesti. Raporti i tyre ka pasur shumë ulje ngritje, por asnjëherë nuk ka pasur konfirmime. Një skenë ndjerë së fundmi ka tërhequr vëmendjen e publikut në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku Egli dhe Gjesti janë parë duke kaluar momente intime së bashku. Dyja kanë qëndruar në vask, ku më pas janë përqafuar dhe kanë qëndruar ngjitur, teksa Gjesti këndonte me zë të ulët, duke krijuar një atmosferë të qetë dhe të përzemërt. Momenti i tyre ka ndezur rrjetin, sidomos në faqen zyrtare të spektaklit, ku komentet kanë qenë të shumta dhe të ndara, në disa që komplimentojnë Gjestin dhe Eglin, dhe në disa të tjerë që mendojnë se kjo është një strategji që ata të dy të shkojnë së bashku në finalet dhe t'i bashkohen Rozana Radit dhe Laert Vasilit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.